Rikualifikimi i qendrës së Orikumit është një investim i rëndësishëm i cili është zhvilluar në muajt e fundit, por edhe pse punimet kanë ecur me ritme të ngadalta, duhet thënë se duhet më shumë ritëm, duke qenë se kemi hyrë tashmë në sezonin turistik. Televizioni 6+1 Vlora zhvilloi një vëzhgim gjatë kësaj të njëjteje në qendrën e Orikumit, aty ku sikundër po ndiqni nga pamjet në ekran, është edhe investim i ri, i cili në një pjesë të konsiderueshme të tij ka përfunduar, por nuk është mbyllur plotësisht. Asfaltimi i rrugës është realizuar, sikundër po ndiqni pamjet në ekran, ndërsa vlen të theksohet gjithashtu se kemi të bëjmë me një rrugë e cila nuk do të ketë trafik ndarse në qendër të Orikumit, sikundër ka qenë më përpara. E ndërsa të gjithë janë mësuar pikërisht me rrugën e cila ishte me trafik ndarse në hyrje të Orikumit, ajo tashmë nuk do të jetë me tillë. Megjithatë, projekti ka konsistuar në shtrimin e shtresave të asfaltit, por megjithatë kanë mbetur edhe disa punë të tjera, ndërsa sikundër ndiqni edhe nga pamjet në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, në disa zona shtresa asfaltit nuk është hedhur, ndërsa në të tjera makinerit e rënda qëndrojnë të stacionuara. Në disa zona të tjera të këtij projekti ende nuk është mbyll gjelbërimi, ndërsa në të tjera nuk ka përfunduar ndërtimi i trotuarëve. Nëse do të jemi me këtë situatë, Orikumi do të jetë mes kaosit në këtë sezon turistik, ndërsa vlen të theksohet se qyteza bregdetare, e cila është pjesë e Bashkisë së Vlorës, është mjaft e frekuentuar nga turistë pushues vendase të huaj gjatë muajve të verës. Sezoni veror dhe turistik tashmë ka nisur dhe është në ditët e para të tij, ndaj firma e cila ka marrë me sipërmarrje realizimin e këtij investimi të rëndësishëm duhet që të përshpejtojë ritmet. Pashtu edhe Bashkia e Vlorës duhet të kërkojë nga firma punime më të shpejta dhe më cilësore gjithashtu, me qëllim që ky investim të jetë i përfunduar për sezonin turistik dhe të dorëzohet qytetarëve për të shijuar edhe nga pushuesit vendase të huaj, të cilët do të gjejnë një infrastrukturë të përmirësuar në qytetin e Orikumit. Por për të mos qenë përballë kaosit gjatë sezonit turistik, duhet që punimet të përfundojnë dhe gjithçka të jetë aksesueshme për turistët pushuesit vendase të huaj, por mbi të gjitha për banorët e Orikumit.